Ministria e Punëve të Brendshme ka pranuar 496 në punës të ri policor. Në fjalimin e tij, ministri Pançe Toshkovski theksoi se profesioni i policit nuk është vetëm një vend pune, por një zgjedhje jetësore dhe një mision që kërkon guxim, ndershmëri, profesionalizëm dhe humanizëm. Gjenerata e re përbëhet nga 2 ekipe për njësitë speciale policore, 2 ekipe për policinë kufitare dhe 10 ekipe për policinë me kompetenca të përgjithshme dhe të komunikacionit, të cilat kanë arritur rezultate të shkëlqyera në lëndët mësimore, ushtrimet praktike dhe fushat profesionale. U njoftua se trajnimin bazë e kanë përfunduar me sukses 496 kandidat për policë, prej të cilave 364 për policinë e përgjithshme dhe të komunikacionit, 78 për policinë kufitare dhe 54 për njësinë speciale qendrore, që nga sot ata janë zyrtarisht të gatshëm të bashkohen radhave të policisë së Maqedonisë. Në ceremoninë solemne, policët e ri bëjnë betim solem, me çka dhe zyrtarisht u bën pjesë e Ministrisë së Punëve të Brendshme dhe morën përsipër obligimin për tu shërbyer qytetarëve me ndershmëri, në përputhje me ligjin dhe me profesionalizëm.